Dita sot është tepër e rëndësishme jo vetëm për ato se çfarë do të ndodhin për gjatë ditës, por e rëndësishme mbi të gjitha për faktin që është një moment historik për kombëtaren e futbollit dhe rrjedhimisht për të gjithë ne. Sot do të luhet ndeshja Andora-Shqipëri, që është një ndeshje kthimi, dhe po ashtu një ndeshje që e ndan kombëtaren kuqezi nga sigurimi i play-offit të botërorit në rast se e fiton. Pas një rrugëtimi të jashtëzakonshëm në kualifikime, sot djemtë Silvinjos kanë shansin të vullosin me shkronjatarët e një kapitull të ri për historinë e futbollit shqiptar. Cilat janë pritshmëritë, a jemi në avantazh, a jemi gati dhe të përgatitur për të shkuar drejt botërorit, do ta diskutojmë me gazetarin Tami Konaj, që e kam në një lidhje të drejt për drejt në këto momente. Tami, të përshëndes dhe po të drejtoj me njëherë pyetjen e parë, si e lexon këtë moment për kombëtaren shqiptare e futbollit dhe a mund të themi që kjo është ndoshta nga ndeshjet më të rëndësishme të dekadës për Shqipërinë? Në atë parë një mirëmëngjesi, I keni bërë një hyrje tamam si një gazetar e sportit. Kam pyetur djemt e regjisë, Tami, se unë nuk marrë shumë vesh nga futbolli, e pranoj këtë. Jo, hyrja ishte, do thënë, tamam, më perfekte nuk ka ku shkoj, megjithatë, sigurisht që sot eliminatorët e kampionatit botëror për Shqipërinë, sot kanë një ditë të veçantë, për vetë faktin sepse rruga që kemi ardhur deri tani ka qenë një rrugë që normalisht nuk them se kemi bërë më të mirën, por vetë renditja në vendin e dytë, kur duhen dhe dy ndeshje që të përfundojnë këto eliminatore, sigurisht e bën sot një ndeshje që pasi fitoria që bëm në Serbi, hodhi një hap të rëndësishëm drejt në play-offi, ku objektivi I kombëtares tonë është kualifikimi për një eveniment mjaft të rëndësishëm siç është kampionati botëror. Po për të kaluar në kampionatin botëror sigurisht që rruga është e gjatë, sepse të dalësh në vendin e parë kur ke një kombëtare si Anglia në grupin tënd, sigurisht që është e vështirë. Aktualisht Anglia mbas 6 ndeshjeve ashtu si ne është me pikë të plota dhe e ka siguruar kualifikimin. Ndërsa sot Shqipëria do të luajë në Andorra, ndeshjen e saj ndoshta me një rëndësi shumë të veçantë dhe me një ngarkesë të madhe, do të thoja unë psikologjike. Ajo është një ndeshje të cilën kombëtarja jonë ka filluar përgatitjet që ditën e hënë në Barcelonë, pasi siç dihet në Andorra unë kam qenë disa herë pasi jemi ndeshur si me kombëtare ashtu edhe me klube, është një vend ku duhet themi nuk ka një aeroport. Dy mundësi ka për të shkuar në Andorra me o do të shkosh nga Barcelona 200 km, o do të shkosh nga Toulouse me 200 km, sepse I kam bërë vetë, domethënë, këto gjëra. Tami, nëse merr fitoren ja vlen ta bësh edhe këtë rrugë të gjatë. Jo, dakord jam. Se vërtet janë 200 km, pa ajo nuk ka aeroport, por ka 200 pista skish, domethënë është një vend fantastik në fjalë. Megjithatë, përgatitjet kanë filluar në Barcelonë dhe sigurisht nga dita e djeshme kombëtarja ndodhet në Andorra. Kam ndjekur me shumë vëmendje dje intervistën e trajnerit Silvinjo, I cili I ka kushtuar një vëmendje shumë të madh impenjimit që duhet të ketë lojtarët përballë kësaj ndeshje. Është një ndeshje që në letër është e letër, në letër është, do të thënë, mund të jetë e lehtë, por kurse nuk mund të jetë e tillë për sa I përket 90 minutave. Kjo dhe për vetë faktin sepse luaj me një skuadër që nuk ka qartë humbi asgjë, luan lirshëm, luan pak një futboll të fortë, ajo sido që tjetë ata futbollista spanjoll, janë futbollista iberik, nuk se janë futbollista nga Luksemburgu apo nga San Marino, ata sigurisht ka një skuadër që sidomos në vendin e tyre kur luajnë në Andorra, ata të hapin shumë probleme. Tani gjithë ecuria e kombëtares tonë për të ardhur deri këtu është e tillë që sot ne kemi në dorë me këmbët tona dhe nuk varet nga asnjëri tjetër të luajmë një ndeshje futbolli që nuk është asgjë më tepër se një ndeshje futbolli, me një impenjim shumë të madh, sepse edhe po të ndiqje trajnerin Silvinjo në intervistën e shtyp, ai I kushtoi një shumë vëmendje kur u pyet nga gazetarët lidhur me modulin apo me skemat që do të përdori sot në fushë. Sigurisht trajneri Silvinjo u shpreh që për nuk ka rëndësi, pasi ai e di skemën,
e kemi studiuar kundërshtarin, është edhe ai e saktë, është një kundërshtar I lehtë, por është I lehtë në letër, sepse normalisht në fund të 90 minutave do ta shikojmë se si do të shkojë kjo marrëvajtje e kësaj loje. A mund të jetë një pikë dobët fakti që ne kemi edhe fitoret më parshme me Andorrën. Në letër është një kombëtare e lehtë për ne. Dhe a mund na çojë kjo në këtë pikë që ta nënvlerësojmë dhe loja të mos jetë në nivelet e duhura duke marrë parasysh përballë çfarë skuadre jemi, gjithmonë duke ju referuar që kemi të lehtë në letër fitoren me Andorrën. Shiko, një ndeshje, sigurisht që ne e dim kombëtaren e Andorrës kush është. Andorra ka një kombëtare që normalisht nuk është se ka pretendime, nuk është se ka, ajo kërkon të bëjë maksimumin të japi më të mirën. Këtë sfidë e kanë nxjerrë pak edhe disa deklarata të futbollistëve të Andorrës, ku një nga ata tha që ne do të luajmë një ndeshje futbolli, dhe ajo që e ka ndezur më pak të sfidë është që ne do të luajmë për vëllezërit e Serbisë. Tani, këtë intervistë që një futbollist I një kombëtare, ne nuk pretendojmë që Andorra të hapi portën apo të na e bëjë ne bulevard, si themi nga ana figurative. Por të shprehen futbollistat e Andorrës që luajnë për vëllezërit serb, këtë nuk e kuptoj, se nuk e di çfarë vëllezësh janë në Andorra me Serbinë, por megjithatë ne nuk duhet ne këtë gjë duhet ta shikojmë aq më tepër si një përkushtim më të madh, sepse fundja ne do luajmë ndeshje futbolli. Edhe një ndeshje futbolli, trajneri Silvinho kërkon që ta mobilizojë skuadrën, duhet punohet më tepër me anën psikologjike, pasi siç dihet, futbollistët tonë kanë disa probleme. Kemi futbollista që në ekipin kombëtar vinë nga ekipit e tyre me pak minuta dhe ndërkohë kemi futbollista që luajnë. Domethënë kemi brenda skuadrës futbollista që edhe marrin minuta, po edhe nuk marrin. Kemi Nedim Bajramin që nuk luan, kemi Brojin që luan pak minuta, kemi Aslanin që merr pak minuta, por gjithsesi, nëse do t'i referohem skuadrës, ku ata kur vinë me ekipin kombëtar, sigurisht mundohen dhe japin më të mirën për ekipin kombëtar. Dhe në këtë aspekt unë jam më se I sigurt që impenjimi përballë një kombëtare ku ne sot çdo fitore që do të bëj Shqipëria është na çon një hap përpara, domethënë për të shkuar në play-off. Sigurisht ne do të luajmë me këmbë në Andorra, por një vesh do ta kemi edhe nga Londra, pasi një barazim apo një humbje e Serbisë në Londër ndaj Anglisë do të na thoshte që në ndeshjen që kemi ditën e diel në orën 18 në stadiumin Air Albania, do të jetë një ndeshje ku stadiumi do të jetë plot, tifozat do të jenë pranishëm, edhe do të jetë një ndeshje që nuk ka rëndësi rezultati. Pasi sot, në fund të 90 minutave të ndeshjes të Andorrës dhe në fund të 90 minutave të ndeshjes në Londër ndërmjet Serbisë dhe Anglisë, do të vendoset përfundimisht se si do të jetë fati I Shqipërisë lidhur me play-offin. Pasi siç dihet, vetëm fitoria e Serbisë, ku larg qoftë nuk arrit ta kuptoj sepse Anglia është një kombëtare që aktualisht e ka siguruar kualifikimin, është në kotën e 18 pikëve, sikur të mundet të dyja ndeshjet, Anglia është e kualifikuar, por kur flasim për Anglinë, flasim për një nga kombëtaret që kur shkon në kampionatin botëror, është një nga 5-6 kombëtaret e botës që pretendon ta fitojë atë ndeshje. Ta fitojë atë trofe. Edhe normalisht ne duhet kemi parasysh që, domethënë, unë as që e mendoj një fitore të Serbisë në Londër, ndoshta një barazim edhe mund të dali, por me çfarë do rezultati përveç fitores, Shqipëria duhet fitojë ndeshjen e vet, atë ndeshje që sot luan në Andorra me këmbët e saj. Tami, në pamundësit të kohës televizive, do doja që të bëja pyetjen e fundit, edhe pse do të kisha shumë për të pyetur lidhur me këtë ndeshje, se është e rëndësishme dhe duket sikur ne po hym në një epokë të re të bërit futboll, të paktën përgjatë dekadës së fundit. Cili është parashikimi yt për këtë ndeshje të sotme? Atëherë ne sot do të kemi një fitore të pastër me rezultatin 2-0. Dhe ndërkohë Serbia do të mundet në Londër, pasi Anglia do të bëj fitoren e 7 radhasi, pasi 6 fitore I ka në kotën e 18 pikëve, dhe duke filluar që nga dita e nesërme, ne duhet fillojmë përgatitjet që pasi thjesht për të tërë ata që na dëgjojnë,
ekzistojnë 3 mundësi ose 3 kundërshtarët tanë që mendohet që mund t'i kemi në rrugtimin ton, pasi siç dihet, mbas ndeshjes me Anglinë do të jetë me short lidhur se me kë do të luajmë në momentin që ne do të shkojmë për në play-off. Nga llogaritjet dihet që mund të jetë Skocia, Çekia ose Hungaria. 3 nga këto skuadrat mund të diskutohet, ku sigurisht për të shkuar do të duhen 2 ballafaqime, që do të thotë do të kemi një ballafaqim në një fushë asjanse dhe në momentin që kualifikohemi do të kemi edhe një ballafaqim tjetër. Që do të thotë mos kujtoni se rruga det botrorit sigurisht është një autostradë, ajo është një rrugë shumë e vështirë, po për të shkuar deri atje ne na duhet fitoria sot. Kështu që uroj dhe shpresoj ta marrim fitoren sot. Unë po jap një parashikim në atë pa njohurin time për futbollin. Mendoj që do jemi 2-1 për Shqipërinë. Që të tregohem ndoshta deri diku ekuilibruar edhe mes rezultatit. Këtë e bëra vetëm për të parë nëse... Po, Tamir. Shiko, e rëndësishme është sikur të fitojmë dhe me një gjysmë goli, rëndësi ka të marrim 3 pikët. E rëndësishme kjo është në fund të ditës. Unë falenderoj shumë edhe uroj që të kesh një ditë sa më të mbarë. Ishte kënaqësi. Mirë, ishim me gazetarin sportiv Tami Kona për të folur për pritshmëritë lidhur me ndeshjen që do të mbahet sot në Andorra, ku padyshim presim të kemi edhe hapin ton të fundit për të siguruar play-offin për botërorin 2026.